E rënë në Itali, 36 vjeçari shqiptar vdes gjatë aksidentit në punë. Një tjetër plagose e goditi krahu metalik i pompës betonit. Një 36 vjeçar shqiptar humbi jetën tragjikisht pas ditën e djeshme teksa po punonte në Pozzallo të Italisë. Një tjetër punëtor 47 vjeçar nga Sicilia u plagos në këtë aksident në punë dhe është shtruar në spital. Sipas raporteve fillestare, aksidenti fatal u shkaktua nga një pjesë e thyer kraut mekanik të një pompe betoni të përdorur për të hedhur një pllak betoni në një banesë private në Pozzallo midis Via San Giovanni dhe Corso Vittorio Veneto. Procesi po kryej me makineri e cila duket se psoi defekt. 36 vjeçari vdiq në vendngjarje. Shërbimet e emergjencës u njoftuan menjëherë. Oficerët e karabinierëve nga stacioni i Pozzallo së bashku me njësinë e radios mobile Modica dhe inspektorët e Espresal mbërritën në vendngjarje për të filluar një hetim dhe për të zbardhur dinamikën, njoftoi media italiane. Shprehim ngushëllimet tona familjes punëtorit që vdiq në këtë kantier ndërtimi në Pozzallo Ragusa, ku një tjetër punëtor u plagos, por duhet të jemi të qartë për sigurinë. Duhet të bëjmë shumë më tepër. Vitin e kaluar kishte rreth 70 inspektor pune në Sicili për një rajon me miliona banor. Ne duhet dhe mund të bëjmë më shumë, tha sekretarja e Partisë Demokratike Alice Klein, duke folur nga distanca në një aktivitet Partisë në Sirakuze.